Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për historinë e zhvillimit të telefonave. Historia e telefonit që përdorim sot është një udhtim i gjatë dhe shumë interesant, që fillon më shumë se 140 vjet më parë. Zhvillimi i telefonave deri tek smartphone-ët modern që përdorim sot ka filluar nga telefoni klasik me tela. Në vitin 1876, Alexander Graham Bell shpiku telefonin e parë funksional. Ky telefon përdorte valë elektrike nëpër tela për të transmetuar zërin nga një vend në tjetrin dhe duhej të ishte i lidhur fizikisht me një linjë telefonike për të folur. Më vonë, në vitet 1900 deri në 1980, u zhvilluan telefonat fiks me disk dhe tastier. Gjatë dekadave, telefonat u bën më praktik. U shtua disk rrotullues për të zgjedhur numrin. Më vonë, në vitet 1960 deri në vitin 1970, u shfaqën tastierat me butona, por ende të gjithë këta telefona ishin të varur nga kablot. Në vitin 1973 deri në vitin 1990 lindën telefonat celular. Në vitin 1973, Martin Cooper, inxhinier në Motorola, bëri telefonin e parë celular me një pajisje që peshonte rreth 1 kilogram. Në vitet 1980 dolën telefonat celular komercial, por këta telefona ishin shumë të shtrenjtë dhe të mëdhenj. Telefonat modern u zhvilluan në vitin 1990 deri në vitin 2006. Këta telefona u bën me ekran më të vogël, bateri më të mira dhe mesazhe SMS. Markat si Nokia, Siemens, Motorola dhe më vonë Sony Ericsson dominuan tregun. Disa telefona filluan të kenë kamerë dhe lojra. Në vitin 2007 u zhvillua telefoni smartphone. Në këtë vit, Apple prezantoi iPhone-in e parë me ekran me prekje dhe pa tastier fizike. Më pas, Android u bë konkurrenti kryesor me modele nga Samsung, Huawei e të tjerë. Sot telefonat janë mini kompjuter që mund të bëjnë foto dhe video profesionale. Kanë internet, aplikacione, GPS, inteligjencë artificiale e të tjera. Mund të themi se sot telefoni ka kaluar nga një pajisje për të folur në distancë në një mjet universal komunikimi, pune dhe argëtimi. Lind pyetja: a do të ketë më vonë telefona më modern? Padyshim që telefonat do të vazhdojnë të bëhen edhe më modern në vitet që vijnë. Teknologjia po ecën me shpejtësi të jashtëzakonshme. Ajo që sot na duket moderne, pas disa vitesh do duket e vjetër. Disa drejtime që pritet të kenë telefonat e së ardhmes. Telefona plotësisht fleksibël dhe të tejdukshëm. Po zhvillohen ekrane që palosen, rrotullohen dhe shtrihen si letër. Në të ardhmen, telefoni mund të paloset në xhep si një cop letër, ose të bëhet transparent si një cop xhami që ndizet kur e aktivizon. Inteligjenca artificiale do të jetë shumë e avancuar në të ardhmen. Asistentët si Siri, Alexa dhe ChatGPT do të jenë shumë inteligjent. Telefoni mund të mendojë si një ndihmës personal real, të organizojë ditën, të parashikojë çfarë ke nevojë dhe të përgjigjet në mesazhe automatikisht me stilin tënd.
Telefonat në të ardhmen do të kenë realitet të shtuar AR dhe realitet virtual VR. Në vend që të shohësh ekranin, mund të shohësh informacionin në ajër, përmes syzeve ose projektimit 3D nga telefoni. Mund të shohësh artën përpara teje ose të bësh video dhe telefonata me figura holografike. Telefonat në të ardhmen do të kenë bateri që zgjasin për shumë më tepër. Po zhvillohen bateri me grafen që mund të karikohen 100% në disa minuta dhe të zgjasin ditë të tëra. Disa telefona të ardhshëm mund të karikohen përmes ajrit pa kabla. Ndër veprimet me trupin e njeriut, shkencëtarët po punojnë për telefona që ndjejnë shëndetin e njeriut, që masin rrahjet e zemrës, frymarrjen, stresin, madje edhe përqindjen e sheqerit në gjak. Këta telefona mund të lidhen direkt me trurin për të kontrolluar mendimet e njeriut. Në të ardhmen do të ketë ndërlidhje totale dhe internet kudo. Me rrjetet 6G dhe mëtej, telefoni do të ketë internet dhe në vende pa sinjal, dhe kjo do të realizohet nëpërmjet satelitëve. Do të mund të komunikojë me çdo njeri kudo në planet. Pra, telefonat e së ardhmes do të jenë më shumë si bashkim midis njeriut dhe teknologjisë. Këta telefona do të jenë më të mençur, më të lehtë dhe më profesional. Kur themi që telefonat e ardhshëm do të jenë më të mençur, nuk e kemi fjalën që ata kanë tru si njeriu, por që janë më të aftë të kuptojnë, të mendojnë dhe të veprojnë vetë, fal inteligjencës artificiale. Lind pyetja: çfarë do të thotë më i mençur në këtë kuptim? Telefonat e ardhshëm do të kuptojnë më mirë njeriun. Telefonat e mençur mund të kuptojnë zërin tënd, fytyrën tënde dhe emocionet e tua. Të dinë çfarë kërkon pa i thënë sakt. Për shembull, dua diçka për të ngrënë dhe ai të sugjeron restorantin më të afërt që të pëlqen. Telefonat në të ardhmen do të mësojnë nga njeriu. Sa më shumë që ai do e përdor, aq më shumë do mësoj ai për të. Çfarë orari ka? Cilat aplikacione përdor më shpesh? Çfarë muzike dëgjon dhe me kë komunikon më shumë? Pastaj do e përdor këtë njohuri për të ndihmuar më shpejt, si një ndihmës profesional që të njeh mirë. Këta telefona do të parashikojnë nevojat e njeriut. Një telefon i mençur mund të kujtojë takimet pa i shënuar vetë, të sugjerojë rrugën më të shkurtër për në punë dhe të thotë merr çadrën se do të bjerë shi, pa e pyetur. Këta telefona në të ardhmen do të flasin dhe mendojnë në mënyrë reale. Fal inteligjencës artificiale, telefonat e mençur mund të flasin me njeriun si një person real, të shpjegojnë, të përkthejnë, madje dhe të krijojnë ide. Gjithashtu, një telefon i mençur mund të mbrojë vetë të dhënat e tua, të njohë nëse dikush po përpiqet ta përdorë dhe të mbyllet automatikisht për siguri. Pra, kur themi telefon i mençur, nuk kuptojmë që telefoni kupton, mëson, kujton dhe ndihmon si një njeri i zgjuar, jo si një makinë që ndjek urdhra. Lind pyetja: ku është ndryshimi i këtij telefoni me robotin? Duket sikur telefoni dhe roboti janë të ngjashëm. Të dy kanë teknologji, programe dhe mendojnë, por në fakt kanë dallime të mëdha. Telefoni smartphone është një pajisje që përdor inteligjencë artificiale, por nuk ka trup fizik që lëviz. Qëllimi i tij është komunikimi, informacioni dhe ndihma virtuale.
Telefoni vepron vetëm brenda vetes, në ekran, në aplikacione dhe në internet. Telefoni i flet Sirit, Googles dhe ChatGPT-s për të marrë përgjigje. Ai të kujton oraret, përkthen, shkruan, kërkon në internet, por nuk mund të ecë, të ngrej sende apo të bëj punë fizike. Ndërsa roboti është një makinë me trup fizik, shpesh me motor, sensor, kamera dhe duar mekanike. Ai mund të lëviz, të prek, të ndjej, të flasë dhe të reagoj ndaj botës përreth. Edhe ai përdor inteligjencën artificiale, por për të vepruar në botën reale. Pra, si përfundim, dallimi i telefonit me robotin është: telefoni ka tru pa trup, nuk lëviz dhe nuk prek botën reale. Roboti ka trup fizik dhe mund të lëviz dhe të veproj me mjedisin. Telefoni ndihmon në mënyrë virtuale, ndërsa roboti vepron fizikisht. Pra, në një mënyrë të thjeshtë mund të themi: telefoni është tru pa trup dhe roboti është tru me trup. Gjithashtu, mund të themi se telefonat e së ardhmes mund të jenë fleksibël, transparent dhe të lidhen me trupin e njeriut dhe të përdorin inteligjencën artificiale edhe më të avancuar. Ata do të jenë ndihmës personal shumë më të mençur, të aftë të kuptojnë dhe të ndihmojnë në çdo situatë njerëzit.